ban harame, e pin alkoholin, Allah në rrët, përdojë këse që ka përdojnë sot njerëzit, nuk ka gjëran, s'kemi nuk kur me shkun haqë, shëqërin e ki kajtë qasje si kur vetë, ama ti thu la ilaha illallah, e danë Allahen, dhe se të ka mashtru dënjaja, ka për para dënjaja, me ty jëmë të folësët, ty edhe mu, ne dhe bashkë. Allahu Azza përmes Muhammedit a.s. me ka thonë diçka. Allahu Azza i ka thonë Muhammedit a.s. Kull li ibadi, thuju rabbet mi, neve, alladhina asrafu ala anfusihim, rabbet mi të cilët e kanë tepru me harame, i kanë bazullon vetës tyne me harame, e kanë ngarku vetën e tyne me harame. Neve, mua ty. Qka me në thonë neve? I ka thonë Allahu Azza Muhammedit a.s. Thuj rabbet mi që kanë ngarku vetën me gjinahet. La taqnatu min rahmatillah. Mos e hopni shpresën të mëshira e Allahut. Mos e hopni shpresën të rahmeti e Allahut Azza. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i falë gjinahet krejt. As një selam. Krejt i falë. Qysh? Krejt. Edhe ata. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i falë krejt gjinahet. Vesh këtheu të Allahu Azza. Pendau për gjinahet. Thuj për e sotës se bajma. Kor s'ku me ba. Allah me falem. Nuk ku me ba ma kor në dunja. Edhe ku me fillu me bo hajrë. Ku me fillu me përmenë Allahun Azza. Me thënë la ilaha illallah. Me thënë subhanallah. Me thënë Allahu akbar. Me fillu me falë. Me fillu me mledh paret për me shkun haqë. Me fillu me agjeru Ramadan tash, alhamdulillah po në afrohet ka dimni. Do ma në është dita shumë a shkurt, ma let. Ku me fillu me përnu për hajrë me leje në Allahut Azza. Nëse kështu dhe pranë, in Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i falë këtë gjinat. Allah në falët e në bashkoft të thanë në hajrë me leje në Allahut Azza.